dogana në 24 orë, me 1200 punonjës të shpërndar në 18 deg dhe 16 zyra doganore. Administrata doganore shqiptare mbikëqyr të gjithë territorin doganor të vendit, duke garantuar sigurinë kombëtare, luftën kundër tregëtisë së paligjshme dhe mbështetjen e biznesit të ndershëm. Në 24 orë, dogana shqiptare arkëton 9 deri në 12 milion euro të ardhura për buxhetin e shtetit, proceson mbi 3100 deklarata doganore, kontrollon dhe mbikëqyr 28310 automjete dhe 107000 pasagjer, lëshon 64 autorizime elektronike për bizneset, kryen 718 skanime dhe 20 kontrolle për mallra akciz. Analizon 50 mostra në laboratorin doganor me standarde ISO. Sekuestron mesatarisht 230 produkte të falsifikuara. Kryen 13 kontrolle të plota dhe 450 kontrolle të pjesshme nga strukturat inteligjente. Fiton 80% të çështjeve ligjore me impakt mesatar vjetor rreth 24 milion euro për buxhetin e shtetit. Strukturat e saj moderne në hetim, inteligjencë, laborator shkencor dhe ligj e bëjnë doganën një nga shtyllat kyçe të integrimit evropian dhe të sigurisë ekonomike të Shqipërisë. Dogana shqiptare, gjithmonë në shërbim të qytetarëve, ekonomisë dhe të ardhmes europiane.